Vërtet sepse vërtet ishte shumë interesante ajo. Nga një bukuri në Pjatani, do të shkojmë në një bukuri në Tryezën tonë. Shiko, është gjithmonë kënaqësi dhe rast për të mbajtur, kur ti flet me gazetarët e kulturës në një vend që kultura her pas here edhe anashkalohet, edhe nuk i jepet rëndësia e duhur, dhe kur bën bisedë me gazetarë të cilët kanë një jetë që ja kanë dedikuar këtij profili, gjithmonë biseda, këndvështrimet bëhen më interesante, bëhen më të thella, bëhen më kuptim plota, sepse jetojmë në një kohë sipërfaqësore, tani ta pranojmë. Në një kohë sipërfaqësore ku edhe vetë arti, koncepti i artit, fatkeqësisht, ose dhe fatmirësisht xhanëm, po për mua fatkeqësisht, ka filluar të transformohet, të bëhet më sipërfaqësor, dhe janë vetëm ata që janë të pakt. Gazetarët e cilët bëjnë emisionet mirëfillta artistike, të cilët vazhdojnë dhe trumpetojnë me të fortë këtë strukturë, këtë vend, se është vend, këtë oazë të jashtëzakonshëm. Jetona Koçibelli është njëra prej tyre. Absolutisht. Zonja e kulturës, mirë se na erdhe. Jetona Koçibelli, hajde. Gjeta. Sa e bukur. Po jetona është gjithmonë e bukur. Faleminderit. Unë jemi reatohen. Gjithmonë shumë të dashur dhe shumë të mirë. Faleminderit. Faleminderit shumë. Faleminderit. Një vajzë e cila që në veshje, që në luk, rrezaton art. Përpiqem. Nuk rri dot pa art. E kam pjesë të jetës tashmë, prej kaq vitesh. E ke dashur apo shumë, Alban. Jo, e kam dashur. Është e pabesueshme në fakt, sepse shumica e njerëzve më thonë, ose kur unë kam filluar që të merrem me gazetari arti, këtu edhe para pak më pak se 10 vitesh, nuk ishte kaq në modë, përgjithsisht njerëzit në modë sikur minimizoj, nuk i jepej shumë hapësirë, njerëzit pëlqenin të bënin karrierë me politikën, sepse merr pjesën kryesore të vëmendjes, me kronikën e zezë, me problematika sociale. Kurse unë isha shumë e vendosur që në fillim që unë doja të merresha me artin edhe me kulturën. Si duket kur i do gjërat shumë Zotit t'i jep, unë e fillova rrugtimin tim në një mënyrë shumë modeste, duke kaluar të gjitha hapat e gazetarisë, avash. Dhe normalisht pastaj derisa arrita në moderimin e programit Artkan, por edhe të spektakleve të tjera që Topi ka pas bërë mbaj Montos, ka rinë këtu edhe... Shumë e vërtet. Edhe angazhimet, programet ekskluziv, dokumentarët, gjithmonë lidhur me artin dhe me kulturën. Është shumë bukur sepse Top Channel është në fakt në gjithë morinë e mediave, është i vetmi televizion që jep një hapësirë kaq të rëndësishme dhe kaq të madhe artit mirëfillt, artit dhe kulturës. Dhe mua më pëlqen shumë ky kombinim, sepse arti dhe kultura në këtë ekran nuk kuptohen pa Jetona Koçibelli. Faleminderit. Shumë faleminderit. Dhe e di çfarë është më veçanta, se thash kur e fillova nuk ishte aq në modë. Unë jo vetëm e ktheva në modë. E bërë në tren. Modestisht, më fal. U kthy në tren. Unë bëra në modë arte dhe pastaj më vonë sigurisht që lindi dhe Artkandi dhe pastaj pash që edhe televizionet e tjera filluan të fusin programe të artit. Nuk kishte një periudhë programe arti Alban dhe Julka, nuk kishte fare. Edhe ishte thonë, po si ka mundësi nuk ka programe arti ky vend? Ose jepë një hapësirë minimaliste në fund të lajmeve ose kështu, pastaj kur filluan që të lulëzonin gjithë, kuptoj që ekrani Topit është ekran shumë i madh, edhe gjetja e programit Artkan ishte një ndërthurje mes artit edhe marketimit, edhe komercit. Që është një zgjedhje pikërisht. Po, është edhe një gjetje në këtë lloj mënyre, po. Edhe prapë qëndrojmë në llojin tonë të vetmit në tregun mediatik, megjithse programe arti ka, tashmë pothuajse në të gjitha televizionet, por që ta marketojnë me shitjen në Artkandi vazhdon të jetë historik. Arti dhe arti, shiko, varet, se thua ka emisione arti në gjitha televizionet, unë nuk dua të bëjmë gjykues, po vi nga ajo lëm vetë, nga arti. Sepse po ti ke studiuar edhe te akademia. Jo të gjithë kanë art brenda, edhe pse mund të jenë emisione arti. Po, i shkartisim pastaj, i përmbledhin, se normalisht është... Qësa e mirë, është, nuk e thot i fjallë të keqë fare, të më thënë, i djenë këshu, jo. Unë e nga të smoj që ta thëmë, i përmbledhin, sepse sigurisht është edhe elementi shikueshmërisë, sepse mirëfilli art është në njëre vështirë që ti të tërheqësh masën. Tani të flasim hapur arti nuk i ka përkitur kur masave. Jo, është e Ndërsa televizioni është për masën, për audiencën, mass media, pra për audiencën.
Dhe ndonjëherë ndonjë ndërthurje, ndonjë personazh, ndonjë shkartisje, ndonjë element që ty ta hapi çik më shumë diapazonin, të bën që ti jesh më afër publikut. Mua dje, jo më larg se dje më telefonoi dikush, tha, nuk njihemi, jam jurist, tha, dua numrin e filanit, që ti e ke ftuar në program, dhe të ndjek çdo të shtunë, dhe faleminderit shumë. Gjithë, normale. Ose për shembull, në një rast isha në jug në fundjavë dhe isha me një shoqen time, ishte një moment me telefon dhe na ndaloi policia. I tha ajo, tani tha, na fal, tha, do t'i zbatojmë rregullat, po mua s'besojmë një, po jetone, po, tha, jetone një në rrjetet sociale. Edhe po, bën të shaka jo shoqja ime, tha, të shtrir audiencat, ashtu e po djekit dhe bën një... Arti nuk qënë kërkon. Ose në restorant, ose... Po pra, është edhe fuqia e ekranit të madh topit, që shtrihet gjithandej. Është edhe orar dreke, ndonjëherë është favorizues. Po, patjetër është. Se njerëzit kanë atë momentin e pushimit, kështu që ushqehen me art. Megjithatë ti ke arritur të ndërthurësh element shumë të mirë për ta bërë pikërisht edhe shumë të qasur edhe në pjesën tjetër që nuk janë edhe fort popullor me art. Po, shumë e drejtë. Shqimatarin, kështu që komplimentet shkojnë të gjitha për ty. Se jetë autore. Po, në fakt merremi pak, siç merreni dhe ju çdo ditë me programi, përpiqemi që të ndërthurim tema të ndryshme, duke përfshirë personazhet, lajmet më të fundit që ka patur kultura dhe arti përgjatë javës. I hedhim një sy gjithmonë në aspektit ndërkombëtar, çfarë ndodh me tregun e artit, cilat janë veprat që kanë thyer rekorde në rankandet botërore. Pastaj kthehemi në veprat që ne çdo program ka patjetër një numër të caktuar veprash që ne prezantojmë, rrëfimet personale, ne mundohemi që ato 60 minutë, programi ndahet në 4 pjesë, një pjesë nga 10 deri në 15 minuta, pra ka shumë ritëm. Një gjë që unë nuk dua si autore, si jeton të humbasë programi është ritmi. Unë ritmin e konsideroj një gjë shumë të rëndësishme. Besoj dhe ju. Pa ritëm një program është i vdekur, kështu që unë këtë e kam... Mirë, me që jemi tek ritmi, piktura më e shtrenjtë ose vepra e artit më e shtrenjtë që ke shitur ndonjëherë në ekran? Kam shitur këtë sezon Picasso, 35.000 euro. Kam shitur atë fytyrën në një ovale, pjatën me elementet e Picassos, normalisht nxjerr nga fura e qeramikës që ka ekskluzivitetin e veprave të Picassos. Ishte edhe numri i serisë, nuk më kujtohet, e kam shitur në fillim të programit. 35, nuk ka qenë shumë e lehtë. Okej, jo, s'ka qenë e lehtë. Por, jo, ishte kështu, ishte një klient që e marrë, se marrë, pastaj në fund vendosi. Është vërtet, është arritje të shesësh art në Shqipëri, në këtë formë, kur themi kur shet art, ngjani çik, tingëlloni çik komerciale, po kjo. Nuk ka